si rezistenca bëhet detyrim moral. Më lejoni që të ftoj tani përpara jush Presidenten e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, për fjalën e saj. I nderuar kryeministër Rama, të nderuara familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, të nderuar ministra, i nderuar kryetar Ahmeti, të nderuar veteran, invalid të luftës, përfaqësues të partive politike, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, shumë i nderuar ambasador, ministër, profesor Ahmet Shala, familja Shala, shumë të dashur të pranishëm. Sot në botë ka akoma 10 rakombe, të cilat nuk e kanë arritur çlirimin e tyre dhe akoma nuk e kanë shtetin e tyre. Për nga numri, janë shumë të mëdhenj se sa populli i Kosovës, por janë ende popull të okupuar, të shtypur e në kërkim të lirisë dhe të shtetit. Titani i letërsisë Son Ismail Kadare, me të drejtë i përmendur dhe i cituar edhe nga vetë autori i librit, jo rastësisht shtetin e Kosovës e quajti triumf të lirisë dhe triumf të gjithë kombit shqiptar. E ky triumf u bë i mundur për shkak se në kohët më të rënda dhe në ditët më të errta për popullin ton, Kosova pati bij e bija që udhëhoqën luftën tonë çlirimtare dhe i dolën Zot atë dheut, duke dëshmuar se liria ishte më e shtrenjtë se sa edhe vetë jeta. Këtë histori, këtë të vërtet e këtë triumf, ne duhet ta mbrojmë me krenari në çdo kohë, në çdo vend, kudo në botë. Sepse UÇK-ja është ideali më i fuqishëm i ndërtuar nga shqiptarët ndër shekuj. Por për ta mbrojtur të vërtetën, ne duhet edhe ta shkruajmë atë. Prandaj do të filloj duke falenderuar autorin e librit, ish ministrin, ambasadorin Ahmet Shala, i cili nëpërmjet librit kur heshtja flet na fton në një reflektim të thellë dhe të matur, dhe kujton se historia nuk flet domosdo gjithmonë me zë të lartë. Autori i librit ka bërë një punë të çmuar duke ndërthurur reflektime personale, rrëfime të drejtë për drejta dhe analiza historike. Ai na sjell përballë të vërtetën e Hagës, takimet me ish-udhëheqësit e UÇK-s dhe vizitat në vendet simbolike të lirisë, duke kthyer heshtjen në zë të fuqishëm. Përmes këtij rrëfimi, na rikthen kujtesën kolektive të Kosovës dhe e ngre në nivel ndërkombëtar ndërgjegjen morale për lirinë, për drejtësinë dhe dinjitetin. Ky libër trajton jo vetëm rrëfimin personal të autorit Ahmet Shala, nga vizitat në Hagë tek krerët e UÇK-s, te ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-kryetari Kadri Veseli, ish-kryetari Jakub Krasniqi dhe ish-kryetari i grupit parlamentar Recep Selimi, por edhe për gjykimin e padrejtë që po bëhet ndaj vetë proceseve tona jetike, ndaj lirisë e pavarësisë sonë dhe përpjekjeve për çlirim, të cilat u ndërmorën në shërbim të lirisë dhe mbijetesës së popullit tonë. Në libër përshkruen pasojat e luftës nga masakrat e shumta, vendet e lavdisë e sakrificës si Prekazi, plagët që koha nuk i shëron, reçakun ku heshtja ndaj drejtësisë bëri që ndërgjegja ndërkombëtare të flasë më në fund, krushën e madhe e krushën e vogël, mejën, izbicën, studimin e shumë vendet e tjera si dëshmi të një dhimbjeje që nuk do të harrohen kurrë. Autori në këtë libër trajton edhe dhunimet masive si armë lufte, gjenocidin e spastrimin etnik, të zhdukurit me dhunë dhe shumë plagë akoma të hapura, duke na rikujtuar se përballë historisë së dhimbshme, përgjegjësia jonë është ta ruajmë kujtesën kolektive
të kërkojmë drejtësi dhe gjithnjë ta vlerësojmë drejt sakrificën. Lufta çlirimtare e Kosovës duhet parë dhe vlerësuar brenda këtij konteksti historik. Ajo nuk ishte akt i impulsit, por përgjigje ndaj një realiteti të padrejtë dhe një shtypje shekullore. Ishte një luftë për të mbrojtur të pambrojturit. Ishte një luftë për mbijetesë, për dinjitet dhe për të drejtën për të jetuar të lirë, të drejtën më sublime njerëzore. Mbrojtja e kësaj të vërtete është në shërbim të mbrojtjes së vetë themeleve të shtetit tonë, por edhe obligimi yni kundrejt rrugës së vështirë në për të cilën kemi kaluar deri te përmbushja aspiratës sonë shekullore për liri dhe shtet. E ky libër e bën të qartë se respektimi i drejtësisë ndërkombëtare dhe mbrojtja e së vërtetës historike nuk janë procese kundërshtuese, por plotësuese. Sepse drejtësia e fiton kuptimin e plot vetëm atëherë kur është e paanshme dhe e ndërtuar mbi fakte të vërteta, por asnjëherë kur ajo ndërtohet mbi narrativa të rrejshme, të njanshme dhe me synim për ta rishkruar historinë. Prandaj libri kur heshtja flet na rikujton se pa një lexim të drejtës së kaluarës, asnjëherë nuk mund të ndërtohet një e ardhme e qëndrueshme. Pa respekt për sakrificën, është vështirë të forcohet besimi në drejtësi, sikundër që pa dinjitet historik, shtetet mbeten të brishta përballë keq interpretimeve dhe deformimeve historike. Në këtë frym, libri e trajton luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës jo si një mit politik, por si realitetin më krenar të historisë sonë, të lindur nga nevoja e një populli të shtypur, i cili kërkonte liri. Një realitet që duhet kuptuar, jo instrumentalizuar nga ata që po dëshirojnë ta deformojnë historinë tonë. Një realitet që duhet analizuar me ndershmëri, e jo zhveshur nga konteksti njerëzor e historik i popullit tonë. Prandaj ky libër është në funksion të ruajtjes dhe mbrojtjes të së vërtetës, si vlerë themelore, historike e shtetërore. Liria e fituar me sakrificë nuk kërkon zë të lartë për të mbrojtur, por kërkon qëndrim të drejtë, kërkon kujtesë të përhershme, e mbi të gjitha kërkon drejtësi. Sepse bijt e bijat e këtij vendi që dhanë gjithçka për atë dhej. Dhe secili prej nesh që jemi sot këtu, e dim se një histori e shkruar me gjak, asnjëherë nuk mund të fshihet e as të shtrembrohet nga gënjeshtra të shkruara në letër. Ju falenderit.